Kryedemokrati Sali Berisha përshëndeti protestat në Tiranë, ndërsa i bëri apel kryeministrit Edi Rama të dëgjojë thirrjen e tyre dhe të jap dorëheqjen. Me asgjë nuk mund të pengohet ky uragan pa realizuar qëllimet e tij. Kjo është një protestë qytetare ndër më të fuqishme në historinë e një vendi. Degzat kur nuk mund të errësojnë trungun. Kauza e këtyre qytetarëve është për shpëtimin e Shqipërisë. Megjithse thirrja e protestuesve në rrugët dhe sheshet e kryeqytetit është që edhe Berisha të largohet, ky i fundit këto zëra i konsideron opozitë të opozitës. Nuk janë qytetarët ata. Ata janë opozitarët e opozitarëve, s'kan asgjë të përbashkët me qytetarët. Janë thjesht vegla të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Berisha akuzon kryeministrin se ka manipuluar vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe bashkëshortin e saj Jared Kushner në shitjen e një toke që është nën hetim për korrupsion dhe krim të organizuar. Në një dosje ku prokuria shqiptare kishte nisur hetime për krim të organizuar ose korrupsion, zotëria e tij ipte lejen e zhvillimit për kompaninë duke shpresuar se autoriteti i zotit Kushner dhe vajzës do të mjaftonin për të mbyllur çdo dosje. A nuk është ky një kurth i shëmtuar i një të paburri që bën çdo lloj akti për të përlyer cilin do për përfitime të veta? Prej disa ditësh në Tiranë dhe jo vetëm protestohet për çështjen e Zvërnecit. Në fakt, tubimet që nisën pas tërheqjes varr të një banori në Zvërnec janë shoqëruar edhe me kërkesa të tjera, ku më kryesorja është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama.